Një ditë për ditëve, gratë e pejgamberit alayhi salatu wasallam ankohen për Aishën radhiyallahu anha. Edhe thonë se pejgamberi sa nuk po i drejt. Aishën pedo më shumë e neve më pak. Edhe e çojnë Fatimën si ndërmjetëse. Edhe i thonë, shko te pejgamberi sallam thuj, në djetë i drejt me krejt neve, mos ta doj Aishën më shumë. Atëherë shkon Fatimja radhiyallahu anha, ndërmjetëson. Çka i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam? Thot, oj Fatime, oj qika jeme, a e do ti çka e duone? Thot, po ja Rasulullah, zbohet muhabet. Atëherë thot, duja Aishë. Edhe kthehet. Shkon te gratë, thot, kesh për juve, apo ka hije si qike pejgamberi sa të ndërmjetësu për gratë e tij. Çfarë i ka thënë? Ka thënë isha, po çe kjo, sukri. Ka thënë kur gjos pas ke sos punë, shko edhe një herë. Po jo vallahi nuk shkoj kurrë mo. Unë kesh ai më kallzoi. Ai më thas unë e dua Aishën edhe kjo është punë zemre. Atëherë çfarë bën? E dërgojnë Zeynepën, një gruaje tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zeynep bintu Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Atëherë çfarë ndodh? Shkon Zeynepja dhe qillon aty Aisha radhiyallahu anha. Hyn te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i jep leje dhe fillon mu ankue. Se gratë tua kanë këtë kërkesë, ti je i drejt me krejt, i barabart me krejt e kështu me radhë. Edhe fillon me e shoh Aishën. Kjo është takria, është natyrshmëri, çdo ta shohim nga mësime. Fillon me ofendu Aishën radhiyallahu anha, dhe Aisha tha dunë e këshirsha pejgamberin alayhi salatu wasalam. A më jep ai leje unë ta minimoj se unë di me fol. Se janë disa njerëz mendojnë se nëse ti nuk flet, nëse ti nuk kundërpërgjigjesh, nëse ti nuk ja kthen me të keq, nuk ja kthen me rrogaçëri, ki s'po di me fol thot. Jo, nuk ka çashtu. O ka dikush s'ka leje sheriatike me fol. Ka dikush s'ka leje musha si dikush ka qenë rrugaç. Andaj kur dikush s'ja kthen dikujt në bazë të mënyrës së tij, kjo nuk i besa ai s'po di çashtu. Jo. Andaj Aisha thotë unë di me fol. Ama do të më prit izën mas parit burrit, e pastaj izën sa e kanë i dërguar i Allahut alayhi salatu wassalam. Thotë unë e këshirsha me si pejgamberin sallam, ai thotë herë na këshirkën mua herë Zeynepën. Thotë kur e pash se prej ftyrës së tij ato më dhon isharat, mbroje veten, thotë unë fillova me mbrojt. Fa waqa'tu bi Zeynep, thotë dhe fillova me ja kthi Zeynepës fjalë. Çu më tha ajo, unë ja ktheva, thotë dhe i pruna prova plot se nuk ka çashtu çka i të thon ti. Se nuk është ajo çashtu që i të thon ti. Atëherë thotë fa athkhantuha ghalabatan, thotë dhe e munda me prova dhe fakte dhe dola unë se jam drejt, se ti e gabim. Çka ke ardhur mua anku për te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atëherë filloi me çesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha amma innaha bintu Abi Bakrin. Atëherë ka thonë me sa ka filluar me keq, ka thonë e po kjo çika e Abu Bakrit. Kjo gruaja ime o çika e Abu Bakr as-Siddiqut radhiyallahu an, pra gjaki me gjak, karakterin karakter, devotshmëri edhe zgjuarësia zgjuarësi. Kit nga kjo çka kuptojnë atë ndëruar xhamat. Lejohet njëri me mbrojt vetveten. Lejohet me mbrojt vetveten. Sikur që përmendëm, lejohet ndërmjetësimi për të mirë, lejohet me e shpjegu ti pse është këtë shkuptua ajo çka ti duket pa drejtësi, se çka ju ka thonë me mos u përzinin zemër. Mos ju përzit dikujt në zemër, se zemër kur kush ka mundësi me ndërhyj aty. Mirë, po kur e dërguan Zeynepën këtu kanë nxjerrë dietar disa premtimeve. E para prej tyre të ndëruar xhamat, cilën kanë nxjerrë? Cilën kanë nxjerrë? Lejohet mua ankua. Edhe ti dush me ngu ankesën. Po jam se ka thon fol. Çat munon. Edhe pse e ka nguni herë. Para pe ka ngua. Ç'a ju munon. Duhet me ngu njeriu çka ka. Çka pi dhem. Apo edhe nëse dhimbtën e ka padrejtisht, se kanë pas me drejt ato. Ama ani, shpesh herë ndodhin familje që thotë, "O unë e di çka ka kjo." Ani pe ngoje. "O unë e di çka më thon ky." Po ngoje një herë. Ngoje se s'bëhet kur jo me ngue. Lejnë ta hekën një herë komplet. Pastaj masi ta hekë ke thuj, "Ç'e argumenti që soç ashtu?" Ama na kanë herë mundona gojen më ambill dikujt. Jo, s'ka me folti. Hava se di, unë e di çka kimë thon. Muno shpesh herë me ambill gryes tane, fëmijës tan, shokit tan, s'ki çka folti. Apo vesh ti kisha fola. Nëse të andaj shikoj pejgamberin i ka thënë fe edhin reha. Urdhë, fol, kallzoj, çka e keni dhimbtën? Dhe ka filluar Zeynepja. Dhe shiko, në pranit pejgamberit alayhi salatu wassalam, për shkak se Zeynepja e ka mendu veten të drejtë, ka filluar me ofendu Aishën. Apo, sepse kur është kapitulli i marrjes së drejtës, ka mundsi njeriu e merr pak më shumë se sa duhet. Andaj thot, fa waqa'at fi Zeynebu, thot Aisha, filloi me msha mua.
Do të kur më filloj me msha mua, shash hini hak tam, hini në mejë temë. Atar kur filloj me msha mua, do të ne këshira pejgamberit më dha isharat. Çfarë i bie kjo të ndëruar xhamat? Kjo mësim i jetësor për këtë neve. Sado që ti je bozullum, sado që të ka shkel dikush, sado që ka ofendu dikush, edhe ti e di se ai ofendim pas tër zullumo, i qilt, i kullu ma zullum, i kullu ma pizilies, as një të drejtë se ka me të sha, as një të drejtë se ka me të shkel, ti e di. Këtë kjo nuk ta lejon mos me lip izën për shëriatit qysh me mor hakin. Qka tha Aisha? Ja nisi të mshar anë mu e Zenebi, ama une e preqa për nga mele sërat dhe sëram. A mjep leje ki me fol? Shiko, ka mund ti e shkel, je bo zullum, ama kjo nuk ta jep të drejtën ti qish do. Jo të me vetë fejr. Na e vetë në gjithmonë Allahun dhe për nga mele sërat dhe sëram. Qysh i bje me Kur'an kur të mshaje mu dikush me rrugaqëri, s'lejot mu sha, u krik. Qysh i bje kur të bëhet ti zullum dikush, a lejot me kalzu, t'lejot me kalzu, kalzoje. Qysh i lejot kur ti ta bën që ta, t'lejot që kaq. Apo, andaj thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullah, hakët janë të ndërlidhta njëri me tjetrin. Andaj ka sjell një shembull për ta kuptuar se jo çdo të drejtë çka shkelet tyje duhet me ja bë dikujt tjetër. Çfarë thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullah? Haki zinajës, a kiron? Çka hak matron? Me bë dikush me dikan zina, e ka shkel edhe hakin e burrit, edhe hakin e nanës atinëve fëmijëve, edhe hakin e familjes, e ka marrë nderën këtë asaj familje, çka ka bëu zina me atë gruaje, ama edhe mbi gjitha e ka shkel hakin e Allahut. E mirë, runa Zot, nëse një burr ban zina me një gruaje të martuar, thotë Sheikhul Islam Utaimi, a i lejohet atij burrit tash për inati me bën zina me gruën e këtina? Jo. Jo, se haki nderit asaj janë haki i Allahit. Kësaj gruajes tjetër çka s'ka faj kjo. Apo, a nuk shkohet gjithmonë, kima ka bo mu edhe unë ja bëj atina, jo. Sikur që plot për njerëz thotë, kim ka bo mu qafir edhe unë bëjtam qafir. Jo, më po ti bone si aj. E nuk ban ashtu. Kim ka shaj edhe unë e shaj. Jo, na e veti pejgamberi sa por çdo të madh çdo të vogël. Andaj shiko Aisha, fa tafiqtu anzur ila wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Unë do të filloja me këshir ftyrën e pejgamberit. A më jap izën ki? Kur e pashim dhaizën, fa waqa'tu fi Zainab. Atar thotë unë e solmova Zainabin. Pse ja ka leju? Se të shajti edhe ka fillu dhe kjo me akthije. Apo, dhe kjo ka qenë natyra e ortakeve të kohës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër që ka ndodhë, thot, e fitova me argumente. E fitova du me pru argumente. Jo veç se i e ti. Kini po të shënë e thot, shka po do argument ma shumë se unë jam të fol. Po nuk ka kjo argument. O ti s'ki zbrit për qilët i pejgamber. Veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai kur thoja hak se Allah e ka që pejgamber. Ti, une, ku të folet me pru prova. Këta shkajna të kalëzur na, du të me mbështet dikush. Pse thojna transmetoni ma Bukhariu? Pse thojna transmetoni ma Bukhariu? Se dikush me thonë, po ku e more ti këta? Ku e nxerë? Du të me pru referencë. Ka thonë dikush, ka thonë pejgamberi sallam, kush e ka nxerë? Ku o zinxhiri? Ekshtu me radhë. Andaj kur të mbrohemi apo themi diçka, du të me pru prova. Ku janë provat? Ku janë faktet? Andaj zullumqarët mas shumë ti kanë qef mi mshe provat. Kanë qef mi mshe provat. Zullumqarë së që ka bojnë zullum dunja, s'kanë qef me morë vesh ato që janë zullumqarë. Ju dhem shumë me di që janë zullumqarë. Por Allahu që e ka bohe tradit që zullumin me nxjerë. Andaj që ka tha, fe athkantu ha galebeten. Ata e mujta une me prova.